أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد اللهم جل شانه falenderojmë prej ti falje dhe ndihëm kërkojmë, Allahut i drejtohemi me lutje, ati i përgjerohemi dhe vetëm Allahun e lusim për udhëzim, për begati të shumta, për shëndet dhe për çdo të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dërgojmë salavate dhe përshëndetje mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë ndjek dhe do të ndjekin rrugën e tij me të mirat deri në ditën e fundit kësaj bote. Të nderuar vëllezër, më ka ra me shkuna për shumë xhami si imam, mirë po këtu kur jam në mesin e juaj, aty në Facebook e kanë shkruajtur do ta kemi misafir Hoxhën Nusret. Unë nuk e llogaris vetin misafir këtu, e llogaris vetin në llojin e vet, brenda llojit tim jam kur jam ngërçet, sidomos në këtë mahall këtu nalt. Po ajo që kam vjen keq se atë fëmirin kur e kemi kaluar kemi pas larg xhamin. Sot ju e keni fat që e keni xhamin këtu afër, për shkak se ato motorat e parë të mektepit që i kam ndez janë kanë prej këtu. Po gjithashtu edhe motorat e parë që i kam ndez të davetit janë prej këtu. Edhe për atë arsye çdo herë është e përshtypja, spaku atë ndjenjen që e kam, Allahu ju shpërbleft. Edhe Hafozin Lokmanin me cilën unë dëgjum, edhe më tha që të vjen dhe Axhirexha që ma bani ftesën, edhe gjithë juve si xhamat. Çdo herë lutem që Allahu Dhul Xhelal t'u jep unitet, t'u jep mbarësi, t'u jep udhëzim, t'u jep shëndet edhe gjitha të mirat. Do të mundohemi që jo të themi diçka të reje, se elhamdulillah xhamati këtu është kalit me hoxhallare, me derë se e kanë ngu mirë, po duhet çdo herë ta kemi parasysh pejgamberi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për këto mexhlise i ka llogaritë dhe i ka thujt këto janë bafqet xhenetit, këto janë kopshtet xhenetit. Shkoni edhe vizitoni ata, cilët janë ja Rasulullah. Ata janë vendet ku bëhet dhikr, Allahu ku përmendet, ku mësohet feja e Zotit, ku dërgojnë salavatën mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tash dikush mundet me thonë, hoxha unë shumë kollajbe e kam telefonin në shtëpi, edhe e qeli cilin hoxh du të angoj. Marr informacionet ndryshme mbi fen, shumë e vërtetë është, ashtu është, mirë po këtu e merr edhe një shpërblim tjetër për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që zbret një melaqe nga qielli edhe ju bën thirrje banorëve të tokës, ata të cilët mlidhen edhe ndëgjojnë ders. Wa qumu wa antum maghfurun lahu, ju thuhet aty në qohuni për shkak se Allah ja u ka fal juve gjunahet. Thirrës nga qielli ju thot qohuni, ngrituni për shkak se Allahu juve u ka fal gjunahet. Yubaddilullahu sayyiatikum hasanat, u ka shëndru gjunahet e juaja në sevape. Më thonë kretë na, për qatë edhe shkëm xhami. Allahu të na e falë gjunahet, Allahu të na bën rahmet. Prej duave që pejgamberit alayhi salatu wasalam kur i shkoi një beduin, nuk kishte dije shumë ai, nuk mundi me i mbajt mend, tha unë, këto duaet e gjata, ma kallzon një të shkurt, ma shpejt t'i bi. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha po si lutesh ti? Tha unë e lusë Allahun subhanahu wa taala, o Zot, ruajm nga zjarri i xhenemit edhe futëm në xhenet. Tha edhe ne sillemi rreth kësaj. Pejgamberi sa më mësoi edhe ne kërkojmë atë.
Qëllimi i njeriut në këtë dunja, të nderuar vëllezër, nuk është vetëm kënaqësitë që marrim këtë dunja që i kemi. Po, ato botkuptimet tjera, dogmat tjera, besimet tjera e kanë. Vetëm dunja dhe nuk i intereson. Mirë, por ne si musliman e dim se kjo është bota e sprovës, kjo është bota e punës. Çtash jemi në muajin e Rexhep. Shumë prej ulemave kanë përmendur këto janë 3 muaj, edhe na kretë e dim. Kanë thonë çtash është kur fuget fara, kur mbjellet, muaji Rexhep. Muaji Shaban që pason mas muajit Rexhep është kur vaditet, ujitet. Ajo të cilën e ke mbjellë në Rexhep. E muaji Ramazan është pastaj ajo ku korret, besimtari duhet të jetë më i përkushtuar, duhet të jetë më i kujdesshëm për shkak se shpërblimet janë më të shumta. Unë sonte në kohën që e kemi në disponim, do të mundohem ta tregoj një këshill. Muadh ibn Xhebeli ka qenë njëri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë ambasador e ka thënë pejgamberi sa i ka njoft sahabet, ulema us sahabe, sahabet dietar që kanë pas dije, pejgamberi sa më ka ditë, ka thonë ti do të çoj atje. Shko fol, çka kimë fol. Do të takosh njerëzi, edhe pozitën gjeografike u ka treguar, edhe pozitën historike të atij populli. Për shembull kur e ka thënë Muadh ibn Xhebelin në Yemen, i ka kallëzuar se do të shkosh, do të ballafaqohesh me kësaj njerëzi. Do të mësosh shahadetin, nëse e pranojnë mëse do të mësosh namazin, më thonë ambasadori ka thënë. Ama ja ka dhënë do nasihate, do këshilla, do vasijete Muadh ibn Xhebelit që ata edhe për neve bëjnë dobi sot të nderuar vëllezër. I ka thonë të parën që ja ka thonë, thot, ittaqillaha haythu ma kunt. Mbaje mend mirë, ke frikë Allahun kudo që të shkosh. Do të bjerë puna ti do dalsh, pikatundi, do shkosh diku tjetër. Mos u çorodit o vllai dashur musliman. Mos mendo se kudo që të shkosh duhet ta kesh parasysh se Allahun e ke mbi veti. Allahun e ke mbi kyçyrës kryesor. Allahu është ai i cili na kontrollon, na i lexon niyetet tona, zemrat tona, edhe atë që nuk e themi. Edhe atë që vetëm e planifikojmë, e mendojmë ndonjëherë, Allahu na i lexon. Edhe për atë arsye i ka thonë, ke frikë Zotit, kudo që të shkosh. Edhe na duhet ta kemi këtë ndjesi, këtë bindje. Kur e ka një musliman këtë bindje, atëherë ai ka arrit ta kuptoj fjalën la ilaha illallah. Ai i cili e ka këtë bindje që Allahu është mbikëqyrësi i tij dhe ai e kontrollon çfarë do që lëvizje bën. Edhe për atë arsye, edhe kemi ajete të ndryshme në Kur'an që Allahu subhanahu wa taala kur e tregon atë storjen e njeriu kur do të del para Allahu subhanahu wa taala thot: "Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ama ja Rabbi Allah, çka paska qenë ky libër që nuk paska lënë edhe gjërat më të vogla, edhe ato më të mëdha gjithë i paska regjistruar. Ka më u çudit. Për atë arsye njeriu sot kur e jep një send të vogël për Allah sadaka, për shembull, ndoshta i duket kur gjë nuk është pa ajo te Allahu peshon shumë. Ose e bën një mëkat, qoftë edhe i vogël, ka mundësi te Allahu peshon ajo. Mos i llogarit gjunat i madh edhe i vogël. Mos i klasifiko. Duhet të ruhemi. A është mëkat, largoju. Për atë arsye tregohet njëri prej beduinëve, kanë thonë ka rujt dhe. Edhe ka shku dikush i ka thonë, atë ma sheshbe një dele, mos i kallëzat i pronarit, sa i okonën, du me thonë, vetëm si zmeqarat, i ka thonë, ma jep këtë delen mu, une ta paguj, ti mos i kallëzat i pronarit, thuj, erdh ujku edhe e ka hangër. Ama i ka thonën, se ka qenë musliman njeri, thot, une ka mundësi ta mashtroj pronarin, ama Zotin, Allahun subhanahu wa taala nuk ka mundësi ta mashtroj, sa Allahu është ai i cili na shikon. Këtë bindje do me thonë e ka pas, sikurse unë e përmend edhe dikun tjetër një ditë, ka pas prej ulemave të vjetër për shembull për gënjeshtën, rrena në Islam është e ndaluar, me rrejt, me i bën njerëzit me kesh, ta kallëzojnë një muhabet, veç të shtin njerëzit me kesh, ama ajo është e rrejnë. Ose ta rrejsh dikant për biznesin ton, punët e tua, e shet një mall nuk është i mirë, ti bën be valla bila e mashton e rrejnë. Imam Euzai, njëri për ulemave të Islamit thotë, edhe sikur ti shkon halal rrejna me rrejt, edhe sikur ti shkon, nuk mundi me vlla me rrejt, thotë, për shkak se unë e kam gdhënë shpirtin tim me sinqeritet, e kam mësu veten time me sinqeritet. Sikurse është një rast prej ka qenë El Gjaulani, e ka pas emrin, një prej Abdul Qadir El Gjaulani, ka qenë në Irak. A i kish pas qenë prej ulemave të mëdhoj të ehli sunetit, ama nëne vet i kish pas dhon pare, o birë që e meri do pare, edhe shko me mësu ilëm, me shku dikun
larg me shku me marr dituri. Edhe tash ai kur është nis rrugës përpara, rebel ka pas grupe mafioze që u kanë ndërprer njerëzit, rebel, ja u kanë ndërprer njerëzive rrugën edhe i kanë plaçkit. Ju kanë marrë çka kanë me veti, qitni këtu paret, kretve ja u kanë marrë. Edhe qëtash janë bo karavani, për shembull ditën e hanë dëniset, kush do me ardhë, devet i kanë ndit me malle, me send kanë shku, kjo në në vetë ja jep do pare, edhe i kanë pagujt ato, shtash ti donë të shkojsh atja, ma duhet të pagush, se ne do të arrujmë atë sigurin. Do me thonë, për siguri dhe jap shpare që gjallin tonë së në prejke askush. Ka pagujt diçka me shku. Gjatë rrugës i dalin këto rebelt për t'i plaçkit, ama nëne vetë para se me nis këti gjallit vogël. Gjalli vogël, 3-14 vjetë. Thot, biro, nga një send po t'a thamë, banë që ka të bëjsh, vetëm drejtën thuje. Gjdo erë fol veç drejtë, mos rejnë. As njerë mos rejnë. Edhe gjatë rrugës, kur i dalin këto plaçkit si të rrugë, edhe janë nisin paret me omledh njerëzive, beni paret këto, qka keni? Kur mbrin të kitë gjalli vogël, veç vetin që ashtu e dim që s'ka kur gjosa, a i fëmi. Thot, ti a kijeve diqka? A i për shembull e ka pas një sasi të hollave që fëmija nuk si kur sot për shembull një culli vogël me i pas 1.000 euro, për shembull një 10 vjeqare. Din shumë pare janë parate, s'mundet me i pas. E ki ka pas shumë, edhe i habitit thot shumë be paske? Thot, po si kallzoj ki drejt, kështu më kallzoj. Nuk ka pas mundësi me i mshef, mos me kallzu, me kalu këtë situatë. Edhe i shkojnë taj krye mafiozi dhe ja japin paret, ja dërzojnë ati, thot, na ka qudit një gjalli vogël, na kallzoj drejt. Thot, thirnja këtu, edhe e vetë, qka është puna, pse ti kallzove, thot, po unë kallzova se në jemi ma kalon një emanet, më ka thonë, shko ka të shkojsh, gjdo herë thuje të vërtetën. Edhe thot, edhe unë për këtë arsye, nuk dua me rejt, nuk dua me gënjy. Bëhet sebeb kjo fjale dhe subhanallah ndalet, këshini bese edhe zemrajnë, edhe ai që ka ban keq, edhe ai mafjashi më i madh në dunja. Edhe ai ka ndjenja, duhet ndalet njëre dhe tash, ka dali ba, ka fund be kjo udha, jo. A ka fund të ndalim mona jo, se një dit ka me marrë vdekja, një vdekje kemi, ketë keni me vdek një dit. Ka dali, ta përmisoj, bëjmë gabimet gjithë, ama ta shikoj veten, ndalet edhe i thot, subhanallah. Nona i ka thonë, e ka respektu fjallën e nanës. Neve Allahu na ka thonë, mos me bo zullum, mos me bo shkatrim, mos me bo që regullimin tokë, në nuk ndalë na thot. Para me nuk i thot, atë betimin, zotimin e nanës e qonë vend, në zotimin e Allahut nuk e qonë vend. Bëhet sebeb, këtë gjallë është i vogël, gjithë atë plaçkitje që i kanë bëua, kanë këthy karavanit, edhe pastaj dhe me thonë edhe gjithë ata janë udhëzu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Drejtësia dhe me thonë është shumë e madhe. Ke frikë Allahun kudo që të shkojsh, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit radhiyallahu anhu. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Çdo herë kur ta bësh një vepër të keqen, kur gabon njeriu, bën ndonjë mëkat, pasoje me një vepër të mirë, se ajo e mira i fshin të këqijat. Muslimani çdo herë duhet ta ketë këtë ndjesi. Në momente kur bëjnë gabime, duhet, pse është me vëlla, ne kur japim selam, e ke pa imami, selamu alaikum wa rahmetullah, selamu alaikum wa rahmetullah. Është një prej suneteve të pejgamberit e Islam që e kanë praktikuar, 3 herë thotë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kërkoj falje, çka kërkon falje, Allah t'ju fale. Po fale, kërkon fale se ke pas mundësi me bëndë një gabim edhe gjatë namazit. Pa i cili shkon edhe prejnë kurbanin në haqë. Pse pret kurbanin? Se ka pas mundësi me bëndë një gabim gjatë haqit, gjatë ritualit haqit. Pa i cili agjeron Ramazanin, pse jep sadakatul fitrin? E jep se ka pas mundësi gjatë mujtë Ramazanit me ngarku veten me ndonjë gabim, me ndonjë gjuna, a me gjunë, a me fjalë. Ka bëndë një gabim, edhe kjo është si lloj shpagimi që e bën ndaj këtij rituali. Do me thonë, kështu e ka njeriu, do me thonë, vazhdimisht kur e bën një vepër të keqe, duhet ta pason, e ka mësu Muadhin radhiyallahu anhu që ta pason me një vepër të mirë. Gjithashtu e ka mësu edhe një pikë, një element të rëndësishëm tjetër, i ka thonë, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan. Shko ka të shkosh, bën çka të dush, sillu mirë me njerëzit. Asnjëherë mos e harro sjelljen tonë dhe ta kesh të mirë. Të nderuar vëllezër, sjellja e mirë, për me bo bërlok, shumë kollaj është. Ama për me mbajt njeriu me pas një respekt mirë, një sjellje të mirë me njerëzit përgjithësi, njerë me Allah subhanahu wa taala me pas sjellje të mirë, edhe këtu në xhami me pas sjellje të mirë, ka rregulla edhe në xhami njeri kur hin, me thonë me pas rregulla, sjellje të mirë, po edhe me njerëzit na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me usill mirë. Allahu kur e livdroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'an, nuk i tha se ti falesh shumë,
as nuk i tha se ti po agjeron, as nuk i tha se e bon e haxhin. Ja përmendi një element shumë të rëndësishëm ku i tha wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti e tha në një grad shumë të lartë të moralit. Ti e ki sjelljen shumë të madhe be. Ka ardhur njëri në xhami e ka kapur për fytyn pejgamberit sa me ka ngresh zhak. Kallzom si të bon musliman. Ka dalë be burr po nuk kallzoj ama pse po më ngrej. Ka hi një ai tjetri në xhami, ka urinos në xhami. Janë çu sahabët që presin kryen, ka thënë ka dalë be se nuk diki. Duhet të mësojmë njerëzit. Nuk duhet më ngut. Edhe ai i cili bën gabim, duhet më afro njerëzit. Gjithë bëjmë gabim, ama duhet ulemi edhe të bisedojmë edhe të diskutojmë. Kjo xhami nuk është bën çashtu, kjo është bën me unifikim, kjo është bën me bisedim, kjo është bën me ndihmë, kjo është bën me vullnetarizëm, kjo është bën me bashkëpunim. Secili projekt i hajrit bëhet me bashkëpunim. Nuk bëhet domethënë me nervozizëm ose me përçarje ose me vepra të këqija. Kështu pejgamberi sa më mësoi Muadhin tha, sillu mirë me njerëzit. Puna e parë, edhe gjëja që më tepërmi do të peshon kur dalim para Allahut subhanahu wa taala, kur do të vendohen ato veprat kantar, ka thonë pejgamberi alajhissalam, ajo që do të randon shumë është sjellja e mirë. Vallahi është sjellja shumë e mirë. Do të randon shumë. Njerëzit e na shpesh herë ka përcejnë, edhe unë shkoj falem në xhami. Mirë që i falesh, ajo është obligimi jot ndaj Allahut që duhet ta krysh. Ama duhet të japsh selam ti bushqeshish. Pejgamberi sa ka thonë sadaka është, sadak me i busqesh dikujt edhe me i thonë selam aleikum. Po punën e parëve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi musliman kur e themeloi shtetin e Medinës, kur shkoi, tregojnë shumë sahabe, tha ish mbledh pejgamberi sa para xhamis, i kishin mbledh njerëzit edhe ishtu kallzu diçka u afrova të ngoj, njëri prej sahabeve thotë, çka është të thonë? Ju thotë, o ju insan, o ju njerëz, ja ju nas, afshu selam, jepni selam, wa at'imu at'am, jepi njerëzve që të hajnë, wasilul arham, mbani lidhjet, mbani me njëri tjetrin, mbani lidhjet farefisnore, akraballokin, mbanja, wasallu bil lejli wan nasu niyam, faluni natën kur njerëzit flenë, qohësh pak, del gjumi natën, merr abdes, fal një 2 rekat namaz, që ato kanë me të gjendë kur do të lishojnë në varr, ato kanë me të bëjë dritë, falu, tadkhulul jannata bisalam. Kush i bën këto, ka thonë pejgamberi sa, do të hyjë në xhenet me paqë, nuk ka mundësi me nguz dikush, rahat ka me hyjë në xhenet. Këtë ka thonë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tjetrën që ja tha, Muadh ibn Jabelit i tha, mos e le namazin kur edhe nëse je i zant me punë. Asnjëherë, në asnjë moment mos e le namazin. Shpesh herë xhamatlit na kanë veten dhe bëjnë pyetje o xhallat. O xhama nuk e di vetë unë punën si e kam shkova. Allah, unë të kuptoj ka mundësi me të ikën pak, ama kujdesbe me namazin. Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thonë, kush dëshiron të takohet me Allahun subhanahu wa taala si besimtar temis i pastër, le t'i ruan namazet e tij. A don të takojsh Allahun që ai të jetë i kënaqur me ti? Kujdes, ruaj namazet tua të cilat Allahu t'i ka bë obligim, edhe ti ja ke dhënë besën Zotit, se ti ke thonë amen tu billah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ja ke dhënë besën. Kjo marrveshje, ti vetë me dëshirën tënde, shtash mos e thatë marrveshje. Kur shkon me një firmë dhe jep në shkrimin marrveshje për me sos, tash me ndru çka ndodh, po të suspendojnë, të shkarkojnë prej pune, ose ndodh penalizohesh, ose të bëjnë diçka. Për atë arsye edhe ti, Allahu është shumë i mëshirshëm. Sa ne ngarkohemi me gjunahe, i në përkëmbim të mirat e Zotit, nuk jemi të rregullt në namaz, Allahu prap na jep. Allahu na begaton me shumë të mira, me familje, na begaton me shumë mirësi të mëdha që na nuk mundemi ti numrojmë, o vëllezër. A nuk jeni duke e pa, i kemi këtu edhe më të vjetrit, të cilët e kanë mrri kohën më herët, që nuk kanë pas be buk me hangër, vallaj buk nuk kanë pas me hangër. Ja ka mendu nesër çka do të haj. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e tij kanë pas vështirësi. Shtëpia e tij disa ditë nuk kanë ndez zjarr, ka pas veç hurma, disa kokra hurma me i hang. Ka dalë prej uris, ka dalë prej shtëpisë se buk nuk ka pas me hangër, e ka takuar Abu Bekrin e Omerin e tjerë. Si është gjendja e jonë sot si musliman? Lloj-llojshmëri të ushqimeve, po zgjedh. Më thonë, jo, nuk e du, ketë nuk e du. Më thonë, ki lloj-llojshmëri të shumta, a themi elhamdulillah. Elhamdulillah o Allah, gjitha këto të mira, këto nimete, na nuk e meritojnë. Na jemi shumë ngarkum, e kemi ngarku veten me shumë gjunahe. Shpesh herë edhe harrojmë se jemi njerëz. Fjala insan do me thonë që harron.
mine nisjan, në arabisht do me thonë nisjan, që ka harron njeri. E ke po pak është i smund, e ka godit një smund, e thotë, veç vallaj, veç shnoshna, unë e di. Të më kthejt njerë shëndeti, unë e di, mo kam e shku në xhami, prapë harron. I prolongon sendet e i le pak ma vone. Kështu është njeri ju, mirë po vazhdimisht duhet të shoqërohemi me këto derse, ligjeratat, këshillat njëri tjetri, kur ja themi, të këshillojmë njëri tjetri për të mirë, se kjo është prej sifateve të mira të muslimanëve. Kur ta shoh shokin tonë që e bën një punë të mirë, ndihmoje, ama kur ta shoh që e bën një punë të keqe, thuj, mos o vëlla, kështu mos vazhdo. Po vazhdoj, dhe i ndajmë rrugët, unë nuk mundi me vazhdu me ty, për shkak se ti po e hidhron Zotin jetu ngarku me një gjunat ma, ama ndihmoje, në të mirë edhe udhëzoje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i tha Muadh ibn Xhebelit, mos e boj zemrën tonë dhe mos e bën asnjëherë të ashpër dhe të larguar nga përkujtimi i Allahut. Mos lejo asnjëherë që të të shkojë dita pa e përmend Zotin. Brenda ditës nuk e ke përmend Allahun hiç. Thuj be astaghfirullah, thuj be elhamdulillah, thuj Allahu akbar, tesbih. Boni be tesbih, jo vetëm në xhami. Boni dhikr Allahun çdo herë përmende. I jetë vozit, shembull, disa orë kije, ose lësho Kur'an, dhikr është edhe Kur'ani. Ose ndëgjo Kur'an, ose bën dhikr, ose përmende Allahun, ose lexo sure. Kjo është në dobin tënde. E ka mësuar pejgamberi sa Muadhin, asnjëherë mos e lejo që ta harrojsh dhikrin edhe zemra yte të bëhet e ashpër, të ngurtësohet. Unë kam atje në Arabi kur studiojshim, shkojshim për shembull në për institucione, do shkojsh në spitale ose ndonjë institucion, duhet një dokument, edhe në ato sportelet e kanë shkruajt atë një tabel, e kanë vënë një tabel shkruan aty, daqaiq al-intidhar imlaha bil istighfar. Do të thotë këto kohë që je duke prit, ti shembull pret një gjimsati, sigur këto na ka ra puna dikon, duhet me prit, thot ta kujton. Thot këtë kohë që je duke prit, mbushe me istighfar, bën istighfar, kërko falje te Allahu subhanahu wa taala, se istighfari është punë e madhe. Fa qultu astaghfiru rabbakum. Surën Nuh e kemi. Allahu i ka thonë Nuhit alayhis salam edhe gjithë ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni falje të Allahu, për shkak se Allahu është falës i madh. Yursilis samaa aleikum midrara. Është ai Allah i cili nga qielli ju lëshon juve shi, se ne kemi nevojë për pa shi, pa ujë, çka bëhet? Nuk kemi as bereqet, nuk kemi as jetë, për shkak se uji është gjallëri. Allahu thot prej ujit e kemi bërë gjallëri. Ka gjallëri jeta. Fa qultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Yursilis samaa aleikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Edhe ju kur të bëjni istighfar, Allahu juve ka me jau shtu pasurin, edhe ka me ju dhon evlat. Evlat ka me ju dhon. Ai i cili Allahu e ka sprovu, për shembull, nuk ka një kohë gjatë evlat, edhe ka ndodhur, kam dëgjuar një hoxh në Arabinë Saudite tregoj që thotë, ke doktor të dunjos i ka hec, domethënë me u kontrollu dhe i kanë thonë se ti je steril. Domethënë nuk ban fëmijë. Ka shku te ky hoxh thotë, bën vëllai istighfar. A ke bëj istighfar Allah? Në ka do njëri lipin, valla o gjunë, jam kambe të filan spitali, klinika, e dimbe është privat, shumë doktori mirë, është e ka licenca, diploma, e ka marrë atje, specializim mirë, valla, në regull, mirë që ke shku, i ke marrë se vepë. A ke boj istighfar? A i ke dhonë dikuj sadaka që Allahu me të shëru? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dau mërdakum bis sadaka, shëroni të smund të juve me sadaka. Shembull, ka edhe një grip i thjesht nëse të vjen Allah, jep ja dikuj, ka nevojë, jep një sadaka për shkak se praktikon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është fe. Edhe Allahu e ka gëzuar me fëmijë si pasojë e sadakas. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu thot Kur'an suret Nuh, pastaj është ky Allah i cili ju nëse vazhdoni të bëni istighfar te Zoti, Allahu do t'ju jep xhenetet në për të cilat rrjedhin lumet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se shembulli i atij që e përmend Allahun, edhe atij që nuk e përmend Allahun është sikur se shembulli i gjallit me të vdekurin. Ai i vdekmi a mundet me fol diçka? Nuk mundet me fol. Për shkak se u ka sos puna e tij. U ka mshel tefteri, u ka mbyll. A ne kemi qel tefterin hala. Hala i kemi me laqet, në kratë gjatë dhe në kratë majtë, të cilët marrin shënime dhe shkruajnë çdo send. A shkruajnë çdo send? Vepro vëlla mirë, bën mirë. Waf'alul khaira. Puno, vepro mirë.
me punu mirë është edhe kjo që zemrën mos ta lejosh ta kesh ngurt. Gjithashtu, pejgamberi sa e mësoi prej pikave këshillave që ia dha Muadh ibn Xhebelit, ishte që i tha, duaje të vërtetën edhe rri me atë, me drejtën. Në fe, në islam, po edhe në punë të fesë nuk ka hatër. Thuaj të vërtetën. Është e njerëjem. Jo, nuk ka kështu. Në islam është e drejtësi. Selman Farisiu ka ardhën pi Persis, sahabe i pejgamberit alayhis salam, ama e ka nderuar dhe ka vlerësuar pejgamberin sa për shkak se ka qenë punët e tij janë kanë të mëdha. Bilal Habeshiu ka një Etiopis, ka një zi, ka shku të Arab, ama një ditë njëri pi Arab ka thonë, abe se ki i asaj të zezës, ka lujtë, di? Ka dash me nënçmu në bazë rasore. Pejgamberi sa me ka qortu, edhe nuk ka leju. Suhejbe Rumi, prej Bizantinit ka orta, ma i ka vlerësu pejgamberi sa. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe la yandhuru ila suarikum, walakin Allahe yandhuru ila kulubikum wa a'malikum. Allahu të juve nuk do t'ju shofe kur dini para Zotit, ka daleve kja, që ka u konë shqiptar, a u konë arab, a u konë i bard, a u konë i zi, a për cilës zonë ka ardhë, jo. Në këto parametra nuk shikon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ka me shiku veprat e mia edhe tuat, ka me shiku zemrën time edhe tënden, atë zemrë që i ke emanet në gjoksin tënd, kur ke dalë në dunja, o konë e bardhë. O konë e bardhë pa mëkate, si do t'ja dorëzojsh Allahu subhanahu wa ta'ala, ja dorëzon të bardhë, apo ja dorëzon me shirk, me bidate, me mëkate, edhe me veprat të cilët Zoti na ruaj mund të më të çon në xhenem. E këtë kemi emanet. Gjithashtu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Xhebelit, mos u ngop shumë, tha, kur të hajsh ushqim, mos e ngop barkun shumë, tha, sepse kjo e bën zemrën të ashpër. Njerëzit që sa më tepër ngihen shumë, mund të ashpërsohen më tepër, edhe për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot, biri i Ademit nuk ka mbushur ndonjë enë që është më e keqe se sa barku i tij. Edhe për atë arsye ka paralajmëru njerëzit dhe muslimanët që një pjesë, 1/3 e barkut të tjetë për ushqim, 1/3 tjetë për pije dhe 1/3 tjetë për frymëmarrje. Këtë rekomandime ka dhënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij. Gjithashtu, të fundit, pikën e fundit që ja ka dhënë këshill si nasihat Muadh ibn Xhebelit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, kujtoje vdekjen shpesh. Kur ta kujtojsh vdekjen, njeriu e përmison edhe amelin e vet, veprat e tija. Edhe për atë arsye, Hazreti Omeri ka pas një unaze, ka mbajt, e ta e unaze Hazreti Omerit ki shkrujt, kujtoje vdekjen e Omer. Kujtoje vdekjen e Omer me qëllim që çdo ditë ta shef. Edhe për atë arsye, vëllezër, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njëherë muslimanëve u andaloi me shku te varret. Ta s'ban me shku te varret. U andaloi, një periudhë ishte ndalume. Pastaj u alejoi pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tha, për shkak se tani nehejtukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Ua kam leju, shtash e keni halal, mundi me shku me i vizitu vorrezat me të vetmi qëllim për shkak se vorrezat juve ju kujtojnë vdekjen. Njeriu kur shkon te varret, çka mendon? Thot një ditë edhe unë do të vi këtu, edhe e përmirëson veten e vet. Të nderuar vëllezër, e përfundova, kjo pjesë është e përfunduar. Atë që dëshiroj si mesazh për fund ta them, jeta është e shkurt, vitet ecin shpejt, veproni sikurse nesër do ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Besimtari çdo duhet të jetë i përgatitur, ama duhet të jemi edhe produktiv, të punojmë për këtë dunjë, të japim maksimumin e maksimumit ta japim, edhe për këtë dunjë që të na ndihmon Allahu edhe në ahiret ta kalojmë sa më lehtë. Elus Allahu subhanahu wa taala, që Allahu dhul xhelal gjithë këtë që e tham fillimisht të ndikon në zemrën time, në përmirësimin e akhlakut tim, e sjelljeve të mia, pastaj të jetë e dobishme edhe për të gjithë juve dhe të gjithë ata të cilët do ta përcjellin nëpërmes ekraneve të tyre. Edhe lutim Zotin që Allahu dhul xhelal të na përdor vetëm për hajër. Allahu ta përmirëson amelin ton, Allahu dhul xhelal na bashkoft, sikur se na ka tubuar në këtë mezhlis, në këtë xhami, në këtë Bejtullah. Allahu dhul xhelal të na bashkon në xhenetet e tija me pejgamberët,
me shahidët, me dëshmorët dhe me njerëzit e mirë, për shkak se kjo është shoqëria më e mirë. E lutim Zotin fuqiplot që Allahu kabul, makbul namazet tona, sadakat tona, edhe ta arrim edhe muajin e Ramazanit, për shkak se muaj para Ramazanit, o Zot, na mundso që të him Ramazan. Sa për njerëzve ka mundësi, Allahu nuk do t'ja mundson që ta marrin Ramazanin, e kjo është e mirë që të bëjmë dua, o Zot, na mundso që të him në Ramazan në këtë sezon të madhe. Kjo është sezon e biznesit të madh Ramazani. Biznes mirë po nuk bëjmë me njerëzit, po ky biznes është me Allahun subhanahu wa taala, që Allahu e lëshon faljen e madhe për njerëzit. Për atë arsye njerëzit në Ramazan bëhen edhe më të qetë, edhe më të përkushtuar, edhe me librin e Allahut, edhe në raport me njerëzit, edhe në raport me sadakan dhe gjitha vepra tjera të mira. Allahu dhul xhelal ju shpërbleft për sabrin që e bën të më ndëgjoni deri në fund. Allahu ju na takoj çdo herë në punë të xhairit. Aqulu hadha al-qawl wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Allahu ju shpërbleft.